Sa I përket çështjes së dytë, kërkoj falje, sepse më duket vetë se u bën 4 pyetje. Ishte a do të flisni me partitë që trajtohet zgjatja buxhetore në rast se nuk ka sukses nesër zgjedhja e qeverisë. Natyrisht në rast se unë nuk mund ta paragjykoj se çfarë do të ndodhë nesër në seancë, mirë po vetëm në rast se nuk ka sukses, atëherë është e domosdoshme që ne të flasim për miratimin e zgjatjeve buxhetore, sepse duhet të sigurohemi që qytetarët tanë, jo vetëm dhjetra mijëra shërbyes civil, por edhe shumë shërbime që paguhen nga buxheti I shtetit mos të bllokohen. Një gjë e tillë nuk I ka ndodhur Kosovës asnjëherë, do të ishte një situatë kritike. Po flasim për nevojat më bazike të qytetarëve tanë, të cilat do të mund të bllokoheshin në rast se nuk kemi zgjatje buxhetore deri në fund të marsit, kështu që natyrisht është temë të cilën do ta diskutojmë me partitë në rast se ndodh ajo që e përmendet ju, por siç e thash, nuk mund të paragjykojmë se cili do të jetë rezultati nesër. Ta shohim pas votimit.